E para për tyre është mashtrimi pas dynjas. Është shumë interesante se Allahu subhanahu wa taala nuk kalon asgjë pa shpjeguar në Kur'an. Çdo gjë për cilën ne kemi nevojë me ditë, Allahu e ka sqaruar në Kur'an. Edhe në raport me këtë botë, me këtë dynjë, Allahu ka treguar që ajo është shumë e bukur, është tërheqëse, është joshëse, por është edhe mashtruese. Allahu thotë në Kur'an: "Ya ayyuhan nas", o ju njerëz. Mënyra ligjëruese e Allahut në këtë rast është e përgjithshme, po i përfshin Allahu gjithë njerëzit, jo vetëm besimtarët e tij, sepse Allahu krahas plotësimit të drejtësisë së tij absolute ndaj njerëzve në përgjithësi e përfshin edhe drejtësinë informative. Allahu do të më të informojë ty për çdo gjë që ti ke nevojë me ditë. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, do të bëj padrejtësi, dhe Allahu nuk bën padrejtësi. Prandaj Allahu thotë: "Dëgjoni njeri, dhe ju njerëz në përgjithësi. Inna wa'dallahi haqq." Dijeni mirë se premtimi i Allahut është e vërtetë absolute, nuk ndryshon. Kush po flet? Allahu. A ka hapësirë dyshimi dhe dileme këtu? S'ka. Sepse po flet i gjithdijshmi absolut, po flet i plot fuqishmi absolut dhe po flet i drejti absolut. Prandaj Allahu po e eliminon çdo mundësi dyshimin të drejtim. Se nga Zoti mund vije diçka që është e pavërtetë. Inna wa'dallahi haqq. E vërtetë Allahut është e pakontestueshme, është hak. Andaj thot, mos t'ju mashtro juve jeta kësaj bote. Pse ka filluar Allahu këtë jetë kështu? Pse s'ka filluar Allahu me na tregu që kjo botë ka këto mirësie, këto bukurie, këto kënaqësi? Edhe pse do të ishte shumë e vërtetë sepse gjitha i ka, por ky nuk është thelbi. Thelbi është në mënyrën se si na duhet me trajtu jetën e kësaj bote. Se si duhet me e kuptu, me e pranu, edhe me jetu jetën në këtë gjësi, në këtë glob, në këtë planet. Thot fala taghurrannakumul hayatud dunya. Andaj mos t'ju mashtro juve jetë e kësaj bote, sepse ajo ditë jetë mashtruese. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Dhe kurse si mos lejoni që t'ju mashtroj në raport me Allahun kush el-gharur, mashtruesi. Fjala është për shejtanin. Fillimisht Allah po na tregon përmes këtij ajeti se jeta e kësaj bote është joshëse, gjë që e ka shpjeguar dhe pejgamberi Allahut kur ka thënë sallallahu alaihi wasallam: "Ad-dunya hulwatun khadira." Dynjaja është e ëmbël dhe është e gjelbëruar. Në këtë rast, gjelbërimi e ka fjalën për bukurinë. E simboli i bukurisë së kësaj gjësie është gjelbërimi. Simboli kryesor është gjelbërimi. Prandaj nuk parapëlqehet shkretira, por çdo herë njeriu anon ka gjelbërimi, ka lulëzimi, ka bukuritë natyrore.